drejtë, është çështja e të drejtës, e drejtës që nuk zbatohet, një shtet që tenton të hyjë në Bashkimin Evropian, ende ti ketë këto komplekse të mos zbatimit të drejtës, është absurde. Sa përket asaj pjesës së flamurit është jo vetëm se mua, po e shihet nga protestat, se flamurit i ka marrë lirshëm të gjithë nga shtëpitë e tyre. Edhe kemi pa aty flamuj amerikan, flamuj evropian dhe flamurin kuqezi. Secili ka marrë atë që e ka ngjese se është i përshtatshëm për atë moment. Edhe ti e fatkeqësisht jetojmë në një vend ku e kam thënë edhe më herët, secilën të drejtë që e kemi marrë me sakrificë. Edhe këtë e shihni edhe tani më së miri edhe nga Tirana, ku për një provim jurisprudence janë organizuar 4 protesta, ka një proces 2 vjeçar që jemi të tentu për ta zgjidhur, edhe ende s'ka epilog, ende nuk kanë lëshuar pe. Për një provim të thjesht, e lemo çështjet pak më të mëdha të kapaciteteve më të rëndësishme. E qartë. Sa i takon politikës, të tani keni edhe deri diku ankesat dhe për partitë politike që nuk ju afrohen, nuk ju gjenden afër, aq për tepër nuk bëhen pjesë e kësaj kauze që është për gjithë, është legjitime dhe është e drejtë vetëm e studentëve, është të gjithëve. Keni rezerva, besoj? Rezervat i kemi kundrejt gjitha partive në Maqedoninë e Veriut. Ajo që mund të bëjmë thirrje është që të ketë një lloj bashkimi. Tani si kem në Bruksel patëm fatin të takojmë shumë shqiptar të Mërgatës. Edhe ajo që shihet aty është se jo vetëm që jemi të ndarë në partia këtu, po jemi të ndarë në fshatra, në qytete, në lokalitetet tona, në profesione, në status ekonomike. Dhe që e pam në Bruksel ishte se të gjithë ishin të bashkuar, të gjithë kishin të njëjtin hall, të gjithë kanë filluar nga pika 0 atje. Edhe këtë duam ta bartim edhe në Maqedoninë e Veriut, siç ishte shembulli në Malin e Zi, ku 3 parti u bën bashkë për të njëjtën çështje. Edhe ne këtu besoj që kur vjen puna tek këta gjërat elementare, mëse nuk kemi duke thënë diçka tej masë, janë sende elementare që kërkojmë, duhet të jemi të përbashkët, të bashkuar dhe të krijojmë një front. Çdo herë kur të vi puna për këta gjëra, të kemi një front të përbashkët shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Si e shihni Maqedoninë në raport me Shqipërinë, jo nga dhe dashuria, por nga fakti se gjithmonë reformat janë ato që e bëjnë një vend aq më tepër ku rruga duket se ka qenë e përbashkët, vazhdon të jetë e përbashkët për integrimin në Bashkimin Evropian, por një moment edhe u ndam si dy vende. Realisht është e dhimbshme, është vetë Shqipëria tani nuk mund të mbahet peng për problemet e Maqedonisë Veriut, edhe më pak mund të mbahemi ne peng shqiptarët e Maqedonisë Veriut, shkaku i problemeve me Maqedonë. Mua, personalisht, edhe nuk besoj që ndonjë shqiptarit në Maqedoninë e Veriut do i pengoj që do futen bullgarët në kushtetutën tonë. Jemi shumë proaktiv me dyshimeve kushtetuese dhe po ajo është Bashkimi Evropian, të jemi korrekt dhe të jemi të drejtë, të barabartë me komunitetet tjera, pa marrë parasysh se kush është i pari, kush është i dyti apo këta lojra tjera. Kjo është e Bashkimi Evropian. Nuk është Bashkimi Evropian vetëm t'i marrim fondet dhe të drejtat e tyre që i kanë të na japin, të ndërtojmë rrugë e kështu me radhë, po du t'i marrim edhe standardet, ideologjinë e tyre. Edhe unë mendoj që në përgjithësi se tani partia që është në pushtet i ka fituar zgjedhjet me po këtë ideologji, domethënë me këtë ideologji të mbrapsht që ka thënë ne do e kthejmë përsëri Maqedoninë, Maqedonia Maqedonasve, nuk i pranojmë ndryshimet kushtetuese, ata duan të na fshin identitetin, domethënë nxit këtë urrëtie tek popullata e vete, edhe pastaj ngjecim në këtë proces. Nuk duhet të ketë kësi lloj nxitjesh, duhet të ecet përpara dhe duhet shumë me qartë të bëhet me dije edhe popullit Maqedonas, i cili nuk e ka të qartë që futja e bullgarëve në kushtetutën e Maqedonisë Veriut, vetëm se i forcon ata si popull, vetëm se i ndan më shumë se ka edhe bullgar, ka edhe Maqedonas. Po fatkeqësisht për folklorizëm dhe popularizëm përdoren kësi lloj fushata të cilat janë të dëmshme, dhe tani kush ngelet peng, ngeli une si një shqiptar këtu, se në fund të ditës një Maqedonas thjesht ikën në Bullgari dhe merr drejt pasaportën bullgare. Ka mbi 200.000 pasaporta bullgare në Maqedoninë e Veriut, të cilat i marrin Maqedonasit thjesht duke deklaruar se kanë preardhje bullgare. Unë këtë se ne bëj, unë nuk mundi ta marr pasaportën e Bullgarisë duke pasaportë evropiane duke deklaruar si bullgar ose duke deklaruar si shqiptar. Edhe përsëri ata e kanë atë planin B, atë rrugën B, zgjidhjen. Ne nuk e kemi këtë, ne e kemi o këtu ose me shumë vështirësi jashtë. Po, deshi Zoti ja dalim gjithkund.
Optimist jeni, por ndërkohë edhe një moment fundit për ta mbyllur bashkë të bisedë në këtë ditë pushimi. Mevlan, duhet pranuar se çështja e Bullgarisë stopoi një sistem apo ndaloi një shtet dhe i dha një shuplak për rrugën e saj të integrimit që është aspirata më e madhe e Maqedonisë. E nga ana tjetër, besoj se edhe vetë klasa politike e Maqedonisë e ka shfrytzuar më së miri faktin se edhe shqiptarët për të kauzave të njëjta vazhdojnë të jenë përçarë dhe vazhdojnë të kenë mosmarrveshje. Ka qenë ky hendek i madh që është shfrytzuar më së miri nga ata? Po besoj që po. Besoj që po. Po të ishim shqiptarët të bashkuar në një front, besoj që edhe palen partnerët Maqedonas do i kishin bindur për të lëshuar pe në këtë. Të paktën për të dëshmuar që ka një gjysma e popullsisë, nuk është dakord me këtë ndalesë që është bë Maqedonisë Veriut, por atë që tha pak para që aspirata më e madhe e Maqedonisë Veriut është të Bashkimi Evropian, unë këta kohëve të fundit nuk e shoh më ashtu, nuk e shoh që politika realisht tenton të vazhdojnë në Bashkimin Evropian. Mendoj që do të jetë kusht për çfarë do të gjëje vazhdimi e historisë kësaj, të hapen klasteret. Në fund të ditës jemi ne ata që kërkojmë Evropën dhe Maqedonia apo klasa politike, deshi apo s'deshi, o shteti o populli do ikë në Evropë. E tani ata e vlerësojnë më së miri, po unë mendoj që kohëve të fundit është lindur kjo ideja që Bashkimi Evropian është më në faqen e dytë, nuk është në pikat e para të parimeve tona, po merremi me këta çështje të kaluara, do kisha dashur të them, po që ende nuk kanë kaluar. Domethënë shpeshherë kam cek që portalet që i dim ne që janë të afura me X partia maqedonase, me dashje i portretizojmë protestat tona si shumë nacionaliste, me të rregulluara me e gjëra të tilla, vetëm që të përçajnë ende me shumë këtë komunitetet tona këtu. Nuk e portretizojmë fare ashtu siç është, nuk e portretizojmë fare se kërkojmë thjesht një të drejtë, një zbatim. Edhe kjo ndodh njëjtë edhe me situatën në Bullgari. Thjesht po portretizohet në maksimum si shitja e identitetit Maqedonas dhe që normalisht ata i revolton atë pikpamjen e vete dhe nuk lëshojnë pe. Dhe për këtë arsye marrin edhe vetëm peng, po edhe neve këtu që nuk kemi asnjë farë lloj problemi me bullgarët. E qartë. Mevlan, falenderoj shumë për kohën dhe këtë analizë të shkurtër që bëre për çështjen tuaj, këtë kaos tuaj që duket se do të vazhdojë. Faleminderit shumë juve për ftesën.